Hello, hapim kamerën, duke ju thonë përshëndetje, si jeni, na kishte marrë mallet se u ngatruam. Unë sa kam arritur Kamca në fakt, se po bëni muhabet, e tash tap kamerën na që s'kam folur fare. Kam arritur sërish në Ulqin, sot është data Nështë të ngatrojnë 9 tetor, ora është 3, do ha drekën tani, sepse s'kam ngrënë. Kështu që nisim një vlog të ri shumë të bukur, ja dhe outfiti për sot ju kam treguar thjesht pamje, por që nuk kam folur, vlogut i kam krerur, i kam rregulluar bukur, edhe do bëjmë shumë gjëra interesante sot. Ja dhe këtu futesh te zona e VIP-ave. Përshëndetje, mbas një ore gjysmë që filmova, hëngra buk, hëngra dhe pak shek, si që tregova, dhe kemi ardhur në plazhin e Valdanozit të në Ulqin. Në fakt kemi ardhur shpesh në Ulqin, por që është hera e parë që vim këtu në plazhin e Valdanozit, dhe siç e shihni është një super vend. Në bora dhe disa filmime, sa bukur, që janë ka relax fare, me këto pemë këtu. Ka vend edhe për të ulur. Ta dini më shumë kishim ardhur kur ka qenë verë, por që tani vonë kemi parë, e kemi zbuluar. Kështu që do t'ju updatoj për çdo gjë që do bëjmë. Tani po iki të shoj pamje relaksuese. Ja. Ja da njërë dhe film dhe aqik nga këto se nga buk makinë. Nuk filmova, më kanë dhe tuar kriti, më duhet të lej fytyrën. Pas taj ta një dhe këto që bleva. Edhe rrova të tregoja të pijen që piva që shumë e mirë. Nejse. Le të shirë kam këto. Uji është pisk. Vjen në formë vajore, po i mora për nuk më pëlqen fare. I mora sa bukur pim që jam. Të një ditë se desha të nesha atë lëshe për saj që e kam të mape. Po që nuk pëlqen varu pyrë si vajnë të tyrës është sëmëngjit. E mora në setër dhe me serume, pa do serume dhe kremrat i ka të njëra, do pëlqen. Kurse të lars, no. Ka letura në format të vogël që t'i përboja një. Ja shif që se eq mirë me kapin. Marilisht. Ja dhe fytyra ime në këtë momente është pak i irrituar në ca vende. Është më tepër vjen si punë hormonale sepse e kam të pastër. Ja. Atëherë një sekret që se o kam treguar unë është që unë mbaj dhëmë. Sepse i kërcas shumë natën dhe kam gati 6 muaj që mbaj vetëm për
për pjesën lartë e kam bërë. Tani prapë do marrë rrugën e darkës. Jetë një pjesë që mora, se kam të ndrysh në këte, kam falë këta klinik dhe kam edhe një tjetër për pjesën e rëndë të syve. Përdorim këta njërë. Janë shumë nevojshme. Okay. Thash fytyrën unë e kam thjesht që më shëtëruar në ca pjesë, sepse dhe unë e ngacmoj po është edhe hormonale, sepse këto koka kam qenë edhe stresuar dhe normalisht stresi ndikon shumë, por që nuk e kam keq atëherë. Përdorim këtë. Është e mirë. Në duhet të një që në ka kalu dhe mosha se vetëm së në ndvjetë dhe në duhet për rrugë në kjo vjen në trajtë të vertë fytyrën në mbajnë shumë mirë dhe shifne që e kam të baby thirë që e kam të atëruar në konte dhe më rësitur pak po që të rrugë të kom një të më kjarë të më dhejnë. Kam përdor këto që e kam marrë për akne. Këj shqipni është edhe kjo për akne, adult akne. Më dërë të dyja. Po fytyrën njërë kam në qindet mirë përveç këtyra të arimve dhe vëm qikë shumë. Atëherë, më fikë në memoria sërish fshivat sa gjëra. Dhe lu të tërkoj që bleva flintesën që du të përqikë përveç se ka marrë një taft krem për flokët dhe i lëpik shumë. Mora dhe këtë që të pyve onde të provoj. Kjo është e djetë mo, po ta është ta marrë me që ishtë në me ofertu dhe pleva në dove. Mirë mëngjes, atëherë do bëjmë rutinën e mëngjesit, unë kam një gjysore që jam zgjuar. Nuk do bëj make-up, mendoj që deri këto 2 ditë që do rri këtej nuk do bëj make-up. Ja fytyra ime aktualisht, po më vjen natë që s'mora të larsin, siç ju thash dhe djeshe. S'ma ka pastruar fare që vura dha të kremin, por syve dhe nuk më ka pastruar këtë zezën e rimelit. Atëherë, për mëngjes do të tregoj që përdor këto të centeles që janë të mira përveç atyre 2 larzëve që shqyqyr se ka marrë format matë se do t'i hitësha se janë skandal. Bëna si punë dhe vinjer të shelbur. Atëherë, si fillim do përdorim këtë tonikun e centeles që më pëlqen. Aparatin ndërkohë kam mbështetur këtu te valigja. Aplikoj kështu unë. Edhe aplikoj kështu. Po këto janë të mira, më pëlqejnë. Pas kësaj do ta lëm të presi çik fytyra dhe unë s'është e lëdhe shumë, do përdorim këtë serumin dhe kjo më pëlqen shumë. Kam përdorur. Nuk duhet të përdor make-up për vetën e arsye që ta lë dhe fytyrën të më marri pak ajër. Unë s'është se përdor një make-up të rënd. Maksimumi vë që concealer dhe Too Faced që e kam marrë tani më pëlqen. Dior dhe Too Faced të dyja domethënë që i kam përdorur më pëlqejnë shumë. Okej. Dhe aplikojmë çik këtu. Dhe pjesë e qafës, ja ky Too Faced njërë është fantastik.
Është super, dhe më thonë këtu përdor pak blush, pak highlightin e Diorit edhe shumë. Tani të përdorim këtë të Centelës, edhe kjo është shumë e mirë dhe ka aromë shumë të mirë. Është në trajtësi mustard. Të zbjas mirë në ndreqime. Hapim qik perdën se zbinte mirë në ndreqime, ja. Ftyrën e kam goxha mirë, kam si bebe dhe nuk është se kam rrullën, thjesht këto akne që kanë ngelur për shkak sepse i kam ngacmu, po kam një 5 ditë ndoshta që nuk i kam ngacmuar, dhe i kam lënë dhe kam thënë kisit lutem mos i ngacmo, sepse nuk bën mirë. Sepse realisht e kam shumë, në ftyrën e kam pasur gjithmonë në gjendje të pastër përveç një periudhe moshë që ka qenë adoleshente, s'mund të them, po diçka te 18-20 vjet që më shmoshur gjithë puça dhe pastaj historikisht e kam pas të pastër, domethënë thjesht janë shenja sepse është në gjendje shumë të mirë. Presim të thahet kjo dhe do aplikoj edhe këtë La Roche-Posay, që është shumë e mirë. Para kësaj kam pas atë La Roche-Posay që ishte në trajt shumë tubeti, dhe në këtë trajte, por ishte shumë e trash edhe kur bëra atë skin testin e fytyrës që e kam bërë para 3-4 muajsh, ma nxoroi fytyrën në mosha 25, mos të bofsha, nejse unë duhet ta kem të re. Edhe më tha, domethënë më rekomandoi që mos të përdor atë, dhe përdor këto. Ose atë të harrova tani. Harrova, po nuk e gjeta unë, se unë zakonisht këto kur i marr edhe në Orqin kam blerë, për mos e shumtin i kam marrë në Kosovë. Se mi marrë në Tiranë janë 3 fishi gjitha produktet, e kupton? Ose i marrë në Gjermani, sa ka mundësi të më sjellë motra. Ose i marrë vetë se këto është me të futme dhe janë skarca. Kështu që aplikon me këta. Ja kam fix fytyrë baby. Thjesht duhet mi ki këto njollat, do ikim patjetër. S'kam ku shkojnë, nuk jam për fytyrën time. Edhe nësë jam të përdor asgjë tjetër. Ndoshta mund të përdor pak rimel, edhe ky lapsi dhe u tregoj që më pëlqen shumë fare. E mora setun para në maj kur kisha ditëlindjen që isha në Gjermani. Kape fokus lutem. S'po e kap fokusi atëherë. I klinik është kjo. Mora setin që mora atë të syve, mora rimelin e saj që e kam përdorur, që mbaroi, dhe mora një laps, po ishte i zi, dhe kësaj radhe mora kaf. Kape o fokus. Fokusi s'do ta kapi, e kap shumë me copa. Ja. Nuk do. Ja ky klinik vjen në versionin kështu dhe shumë i mirë në përdor. Kap lapsin një mua, faleminderit. Vjen në këtë format. Ja. E kam përdor, e aplikoj te pjesa këtu e syve, është fantastike. Super. Dhe unë jam fiksi drogaxhie me këto, nuk di as me çfarë të fshi, me çfarë kështu se s'mi ka hequr larsi. Dhe mirë i kam. Edhe mund të aplikoj vetëm këtë, ndoshta pak edhe pak rimel, kaq. Edhe të buzëve. Ndërkohë do ham mëngjesin. T'ju tregoj që kam veshur outfit thjesht. Se mëngjesin e ham jashtë dhe jashtë është freskët. Kemi karrige jashtë. Okej, outfiti është ky. Na falni për rëmujën, ja. Ikim, bye bye.
Relax. Jemi në bare. Tani do ikim për në Tivar. Këtu ndaluam qik në bar, bëm disa foto. Tani do shkojmë në Tivar. Kemi në qërë fora. Brand ushtrime për mjes, për qafën. Jam mësuar, mirë mëngjes në ditare. Dje nuk është se kam filmuar shumë, dje isha për shopping edhe ka qenë 1-4. Edhe si që po I thosha, dje isha për shopping. Isha ndi nga Tivari, kemi bërë një rrugë shumë të gjatë, ishte shumë largë nga Ulqini, ishte të 2 orë e pak, me pak ndalesa. Edhe ndaluam atje në qendra tregtare, atje ças kishte, domethënë vetëm blek duhet kishe. Edhe nuk është se kam filmuar shumë, të thënë drejtën, sepse më tepër nga që isha edhe çado bleke ande. Edhe tani do t'ju tregoj gjëra që bleva, do t'i marr këtu do dal jashtë, t'ju tregoj kam bler gjëra shumë të bukura, pasi kam ndaluar edhe ndaluam edhe në Budva, shkrepëm foto, blem edhe gjithmonë blem dhe nuk është këtë përtime nga ato gjiten të frigoriferi. Edhe aty bleva edhe një që ka 10 mm, po edhe bleva edhe një kristal. Po tani do të tregoj blerje që qa bleva, ishte një qendër super e madhe dhe u lodhëm, domethënë kam vajtur gati 8-9 orë që kemi bërë udhtimin edhe shumë të lodhëm, pasi s'është se hapa kamerën shumë. Edhe kështu, do t'ju tregoj që qa bleva, do t'i marr tani, një minutë. Atëherë rikthehemi se I kam marrë, I kam këtu, I kam vënë qik të karrija se, ja, kemi marrë gjithë të gjëra për tjetër këtë më. Okej. Kësë pare do t'ju tregoj bleva këtë kristalin, sëm të bukur, në formë zemra, është shumë e madhe. Ishte një dyqan apo stafat atje që kishte kristale. Blevëm 2 në fakt, po tjetër nuk e bleva unë. Dhe t'ju tregoj që bleva dhe në pikse pare bleva të që janë super të bukra, super të bukra. Atlete, I ka do në uli, ande nga Tivati, dhe Nike. Dhe si që I thosha bleva këto, se më fik nga memoria. Bleva këto Nike, dhe atletet një të kërora janë Karl Lagerfeld, Nike, Puma janë super të rehatshme. Kjo në dojë, dhe janë këto. Ishën super, dhe më që kur I pash në parashitje dhe si strukturë, mora numërin 38 edhe I kisha super, se unë jam 37 I gjys. Këto. Këto unë I mora nga dikute 73, për më 70, jo, dikute, dhe dishin 79, dhe diçka e tillë I mora me ullje 63. Më bler 2 qese, po të shoh vetëm të mira që bleva unë. Atëherë gjërat e tjera që bleva, thash duhet me gjithë vetëm gjërat e mia. Kam marrë 2 qeset edhe jam bërë lëmë. Një sekund. Bleva këtë. Sorry për shurmën. Bleva këtë. Që është tip Gjakovende dhe është bërë e plot, është për Scobo Sister. Edhe këtë unë mora 20 euro. Ja. Dhe vjen në stilin oversize, edhe kjo në gjurë shumë, prandaj e mora.
Të e mora vetëm 20 euro, si që thash. Është me tjerë. Një minut. Mi që jam bërë bjonde më përqenjë shumë gjyrat pink, por të ndryshme. Këtë e mora me tip jake, kështu është prape asaj firme. Ja. Është shumë ngjyrë bukur, është pudër baby. Dhe tjetër, model tjetër, ngjyrë roz pak më ndryshe, është e firmës Amisu. Ja. Dhe materialin e kishë shumë të mirë, të freskët edhe që hapet. Unë po bëj video, do vizh dhe ti të bësh video me mua, hajde, hajde dhe ti trego qa bleva unë. Hajde trego qa bleva, hajde. Hajde. Pra është kjo që ka këtë shkrimin para. Okej, ka dhe këtë shkrimin prapë, është. Që firma është kjo? Ja, kjo firma mu që lexon. Dhe mora masa extra small. Ja. Ishte të sektori çunave, vë më pëlqeu dhe e mora, who cares. Po këto ishin gjyrat që unë mora. Moram dhe gjyrat të tjera, do më thënë aksesor si buda, kështu po. Nuk ishin të mia, kështu që këto ishin gjyrat e mia. Shpresoj t'ju kem pëlqyer dhe unë kam rënë te lev duke më stopuar që ndër kamera sepse s'kam memor gjen të fshirë gjëra dhe më bërë si një leshko i vërtet sot. Që i kam edhur shumë shkumin tesa edhe nuk i thava fare dhe si bëra dhe me shu se s'kisha. Po që nuk ari lesht. Jam mirë, jam si bebi dhe faleminderit. Shihemi më vonë sepse tani do ham gjesin edhe do dalim. Kemi lënë një si plan që do njësim një malë që është 2 ore ca me hecë me kom dhe del diku në qëndër, ku na kanë thënë me thënë. Kështu që ky është plani për sot, të shohim do ta bëjmë apo jo, por besoj se po. Dia më kënaqur shumë, prandaj nuk kam filmuar sepse edhe të filmosh edhe nuk e shijon dhe ai shumë, por që të më bësh të lumtur, mua më bli rroba, atlete, gjëra kristale edhe jam super e lumtur. Do thënë e kush nuk është i lumtur të blie rroba. Tani iko, i s'po e mbyll, po ndaj një fun fact me juve që më ndodhi dje në mëngjes, që u mërzita pak, është që unë jam një person që jam i mësuar që ha shumë shëndetshëm, edhe trupi im edhe truri im është i mësuar me këtë pjesë. Dhe në momentin që unë ha diçka që nuk është e shëndetshme ose në mua nuk më pëlqen, normalisht mua më ndjen, duke filluar që mund të helmohem ose më kapi ankthi ose mund të bëhem keq. Dhe për shembull par dje unë mora ëngra sallam salcice dhe besoj se më ka dhënë ajo dhe dje kur shkova në tualet kisha pak gjakderdhje, e kupton? Edhe më diqte pak zora e trash, edhe mërzita pak në fakt. Domethënë, si ta them, unë kam vënë emrin zorës time zorë inteligjente, por edhe si tip zorë vizhëresh e fiksuar. Dhe ka jisi që nëse ha diçka një të vetme, mua më ndjen. Domethënë, është gjë e mirë, por që ndonjëherë është edhe gjë e keqe, por prapë për mendimin tim është gjë e mirë. Dhe domethënë pata që këtherë që mërzita pak. Për arsye, domethënë këtë që si që tregova. Por gjithsesi sot u stabilizua. Por duhet të them që mua më ndjen sepse e kam mësuar trupit tim edhe trurin shumë bëjtëm. Nuk e di se si hani juve dhe se si e keni mësuar dhe si e keni ushqimin tuaj, por realisht unë ha që shëndetshëm dhe kam qenë personi që haja shumë patatina e budalliqe këte andej. Tani mund ta shumë rrallë, kupton, por kam shumë kopa ngrënë, në thënë drejtën. Patatinat unë kisha rresh në shtëpi, por që në momentin që unë kam thënë trurit që vërtet janë zhule, unë nuk e ham, kupton, edhe ha vërtet shëndetshëm dhe kam mësuar shumë strikte trupin e trurin. Në momentin që unë ha diçka, mua më ndjen trupi dhe pastaj truri normalisht e ndjen, sepse siç i thon asaj, trupi shëndosh në mendje të shëndosh.
Kështu që shpresoj që dhe ju tani shëndetshëm, mos keni aq të fiksuar. Nuk mund ta qyt të fiksuar, por që për shembull kjo pjesa ime është që një gjë të hamun ose të helmohem ose domethënë dua atë rutinën time të ngrënit. Kupton? Edhe gjërat i kam me orar, unë kafe nuk e pi, mund kafe s'un pi kakao, por dhe kakaon e kam në bazë të organizmit si ma ndjen. Në momentin që unë nuk e dua dhe e pi, unë ka pankthje, kupton? Kështu që po ju rrefej një që të vërtet për pjesën time. Gjithsesi ju rekomandoj hani sa më shumë shëndetshëm. Mirë dita. Atëherë në mëngjes po flisja edhe me zëtullë tani më erdhi zëri. Atëherë kam bërë një make-up të thjeshtë dhe siç u thash, jemi nisur tashmë për të bërë atë rrugën e malit. Unë jam veshur pak të sportive shumë vap. Kam veshur streqe, atletet, kam marrë këtë çantën. Dhe s'kam as baterim në kamerë, sepse karikova shumë pak, s'kam as memorie, vetëm po fshim, më qa kokën, po qeta as kamerë këto që ta blija, nuk ishte kamerë siç e desha, kështu më falni, kartë siç e desha unë për aparatin, kështu që jemi nisur për të tregoj çik pamjet, ja. Dhe unë që rrudh gjithmonë këtë pjesën këtu që duhet ta rrudh. Ja zbrita këtë malin e lartë, edhe siç po thosha, kemi përtecur këtë malin që nuk e di se sa është, na kanë thënë me ndalesa 1 orë, 1 orë gjysmë 2 orë. Se di tani më nxjerr mepi më pak. Edhe do na çoj te hoteli Albatrosi, na kanë thënë më nxjerr për 30 minuta dhe nuk e di pse më ka kapur çik siklet, edhe si ti pankthi. Edhe po thosha që mos ta bëj edhe ti ke dal prapë, domethënë kur ecën sa do të ecësh, prapë do ecësh një far rrugë, edhe njësoj është ajo. Edhe po të kthehesh mbrapsht. Ku di unë mendja, kupton, ndonjëherë ndodhemi kështu edhe ka kapur një lloj siklete, po të paktën kam ujë, se nëse s'kam ujë më kap edhe kështu si tip psikologjike, se kur do të merret fryma. Nëse gjithsesi jemi duke e bërë me sukses deri tani. Ja dhe pamja. Ja. Hotel Albatros të tu, 20 minuta. Kështu që i bia aq të bëhet, siç më nxori dhe mua, 32 minuta, 20 minuta. Kështu që do ecim. Ika dhe shihemi gati në përfundim, ose në gjysëm do ta hap sërish kamerën. Kjo se si të tregova, po mali që nga gjithë Karkaleca, dhe unë Karkalecat i kam kështu, domethënë jo frikë se nuk është se të bëj ndonjë gjë, por që kam pasur një rast ku kam qenë para 5 vitesh diçka e tillë. Kanë qenë pantallonat në balkon edhe ishte futur një karkalese, pantallonat xhinsit, ato kanë qenë shumë ngushta dhe kur i vesha unë të ngushta, ka qenë një derë karkaleci në këtë dhe gjuri, edhe ku kam qenë në kafe dhe thosha qa është kjo që po më gritës. Edhe një ta kap kështu e shtypa dhe anëzori lungun e vetë edhe aty pësova kështu një gjë të shpifur dhe kam shkuar, jam quar direkt nga kafja që kam qenë me njerëz, kam hequr pantallonat, kam parë që ishte karkalec edhe ma ka shpifur kështu, prandaj kam kështu si tip gjë si e shpifur edhe këtu që e ka gjithë karkaleca. Të mëdhaja e të vogla, shpresoj mos ma hanë, nuk ta hanë po, shpresoj mos më vinë mua. Nese, që nga shumë vapë, që nga të merë si shumë vapë, unë çantën e kam pak të rëndë, se kam edhe gjërat mia të ty që i kam futur edhe ka dash një çantë shpine në fakt që të mersha, që ka shumë vapë, me shumë mund që do heq bluzën edhe mod një karkalec, mami, mod një karkalec, do heq bluzën dhe dalë me kanatira. Kështu. Ciao pra, shihemi prapë me historira të bukura për t'u treguar. Na dolo njerëz. Anti-stresi ja.
Zama është përnëse. Me shënjë orientime. Ja dhe Ciceroni im para, që më shpjegon rrugën, edhe më bën paraprit të karkalecave. Kemi akoma për të ecur, edhe u duke u vrapuar nga karkalecat. Shumë keq, shumë keq. Hoqëm kanatiren, se është shumë vapë. Kemi edhe gjysmën e rrugës gati. Deri në një farë rruga atje ishte që lejoj me makina, që ishte një makinë nga Tirana që kishte ardhur, pastaj ishte një tip që ja sa po dolëm pas gjithë ati rrugtimi, rruga këte kemi ecur me ndalesa dhe deri tani kemi një sekondë që qofë shikorën, kemi 3 orë me ndalesa. Se kemi ullur, kemi pushuar, dhe më thënë kemi ullur, thash, jemi ullur, kemi pushuar, kemi ngrënë gjëra kështu. Edhe ne dolëm te hoteli Albatros që do ta shoh tani unë. Ja, ky është hoteli. Ja, përshëndetje, hapëm sërish kamerën. Mbas 6 ore ca udhtim, orar 6. Dhe ne nuk kemi shkuar akoma shtëpi që nga mali, jemi bërë këtu të lef, për na dhëmin këmbët. Dhe mi të gjitha storia ishte që nuk gjetëm rrugën tamam për shkurt, përëm gjatë Magellançe. Të dilim direkt në qendër nga mali, domethënë, edhe kemi bërë 2 orë rrugë. Përveç daljes nga mali, domethënë. Se në mali e bëm 3 orë, bëm dhe 2 orë tjetër që duhet ishte shkurtuar, duhet ishte bërë përgjithësor dhe kishim dalur. Se normalisht ishte era parë, ke plot njerëz që kanë humbur aty, po. Edhe tani 5 minuta arrim te shtëpia, s'kemi hëngur treg, vetëm ato byrekun që mora ëndra. Ndërkohë që duhet hap pistoliqe. Sërsi ishte pistoliq, po hajtë më. Edhe kështu jemi bërë të lef. Edhe tash të marrë hap kamerën, si që shifni juve. Në rrok pak tualete, sepse jemi lodhur vërtet. Por ishte përveç kësaj që jemi lodhur, ishte një eksperiencë shumë e bukur, sepse bërë shumë mirë, domethënë pjesa aty natyrës çka kam filmuar unë. Ishte super spektakël, edhe ajri i pastër, edhe ecëm, që normalisht ecura në natyrë më bën mirë si për trupin, më mirë edhe për trupin, kështu që ndihem mirë. Thjesht do iki do qetësohem pak në shtëpi, buk nuk është se më hahet shumë, më ngopja i byrekut, por më vonë do bëj makarona, sa ka marrë ton si e kaj marrë se mbaj me tani. Edhe ka marrë një lloj tip salce, që do bëj ato, do bëj dhe peshk. Kemi kapur dhe peshk. Ja sa bukur dhe këte. Edhe flokët e mia që ka nikur sa për Gjermani. Ja. Po e mbyll tani se s'kam çfarë them, faleminderit.